Përmbledhja e ngjarjeve kryesore të ditës në Radio 7. Kryeministri i Republikës Maqedonisë së Veriut pritet të propozojë ministrin e ri të shëndetësisë. Zëvendës kryeministri i parë Zet Mexhiti konfirmoi se po finalizohet lista me anëtarët e rinj të qeverisë, zëvendës ministrat dhe pozicionet e tjera drejtuese. Sa i përket Azir Aliut, mendoi se është zgjidhja më e mirë për atë post, deklaroi Zet Mexhiti. Kryetari i Kuvendit të Maqedonisë së Veriut, Afrim Gashi, është i mendimit se shumica parlamentare mbetet e qëndrueshme dhe nuk pritet të ketë surprizë në votim. Nuk ka dilema nëse kemi shumicë, bëhet fjalë për kalimin e njerëz prej partive politike në opozit, por shihni që disa deputet mbeten pjesë e koalicionit vlen. Mendoj se qeveria dhe shumica parlamentare do të punojnë me kapacitet të plot, tha Afrim Gashi, kryetari i Kuvendit të Maqedonisë së Veriut. Forca më e madhe e qeverisë në Maqedoninë e Veriut, VMRO DPMNE, premton 2 miliardë euro për rekurudhën e shpejtë Tabanos-Xhevgjeli. Synimi është ndërtimi një linje me shpejtësi të lartë, pjesë e korridorit të 10. Pritet që në shtator të fillojnë studimet fillestare në terren, studimet gjeologjike dhe mekanizmi i terrenit për ndërtimin e korridorës së shpejtë. Përmes saj, trafiku i pasagjerëve pritet të arrijë një shpejtësi prej rreth 160 km/h dhe trafiku i mallrave deri në 120 km/h. Qytetarët do të jenë në gjendje të udhëtojnë deri në Selanik për 1 orë e gjysmë dhe për në Vjen nga 4 deri në 5 orë. Transporti i mallrave pritet të sjellë 100 deri në 120 milion të ardhurë vjetore në ekonomi. Shkarkoi gjyqtari apelin në Republikën e Maqedonisë së Veriut Enver Bexheti. 5 muaj më parë u vendos në listën e zezë të Shteteve të Bashkuara bashkë me ish-zëvendës kryeministrin e arratisur Artan Grupi. Mbi të rëndojnë dyshimet mbi përfshirjen në një aferë korrupsioni për të ndihmuar shefin e policisë sekrete Sasho Mielkov që të shpëtojë nga drejtësia. Informacioni për shkarkimin e tij erdhi përmes Këshillit Gjyqësor. Pas këtij momenti, Bexhetit i linde drejta ta ankimoj brenda 8 ditësh procesin përpara Këshillit për ankesa në Gjykatën Supreme. Këshilli është i përbërë nga 9 gjyqtar të gjykatave të ndryshme dhe që zgjidhen me short. Besnik Emini është drejtori i ri i Institutit për trashëgimi shpirtërore dhe kulturore të shqiptarëve në Shkup. Pas 11 vitesh vjen ndryshimi dhe në drejtimin e institutit në Shkup. Vendimi është marrë në mbledhjen e fundit të Këshillit të Ministrave. Profesor Besnik Emini është historian me përvojë të gjatë, punëtor shkencor në kuadër të institutit dhe autori një sër studimesh në fushën e historisë dhe trashëgimisë kulturore shqiptare. Ai njihet për integritetin e tij akademik dhe për kushtimin ndaj zhvillimit të mëtejshëm të studimeve shkencore mbi trashëgiminë kulturore dhe shpirtërore të shqiptarëve. Maqedonia e Veriut premton deri në 100.000 euro mbështetje për çiftet e reja që vendosin të kthehen në fshat. Ligji i ri për bujqësinë dhe zhvillimin rural është publikuar dhe do të jetë i disponueshëm për shqyrtim publik. Ndihma financiare është planifikuar të ndihmojë ata të ndërtojnë ose rindërtojnë banesat, të blejnë makineri bujqësore, tokë bujqësore ose bakteri dhe kushti kryesor për të marrë këtë mbështetje është që ata të mos jenë më të vjetër se 40 vjeç, të merren me aktivitet bujqësor dhe të jetojnë në mjedis rural brenda kuadrit ekonomisë bujqësore familjare për 10 vite të ardhshme. Mbështetje ka dhe për të rinj në moshën 40 vjeç që do të hapin një biznes të lidhur me bujqësinë ose pylltarinë. Rajoni. Bashkimi Evropian kërkon nga Kosova të marrë masa për të zhbllokuar konstituimin e institucioneve. Shefi i zyrës së Unionit në Prishtinë, Ajavo Rap, tha se shpreson se Kosova do ta formojë sa më shpejt qeverinë e re, me të cilën bloku evropian mund të punojë për rrugën e vendimit drejt integrimit evropian. Duke folur në konferencën në Prishtinë titulluar Kosova drejt Bashkimit Evropian, rruga drejt një zgjidhje, Oraf tha se Kosova mund të bëjë gjëra të cilat e çojnë vendin drejt Unionit. Now what we very much expect from Kosovo. First, to have a partner. And yes, we have a partner, the president, but we need also executive power. Tani ajo që presim shumë nga Kosova është së pari të kemi një partner. Po, kemi një partnere presidente, por na nevojitet dhe pushteti ekzekutiv, theksoi Oraf në konferencën organizuar nga Lëvizja Fol dhe Instituti i Prishtinës për studime politike. Në lidhje me asociacionin, Oraf theksoi se Bashkimi Evropian e ka gjithmonë të qartë se ai duhet të themelohet. One topic what everybody talks, but it's not so preferred topic raised by the politicians here in Kosovo is the Association of Serb Municipalities. But EU position is clear again, it must be done. It must be done, and better to do it sooner than later to move forward. So that, to conclude, my message is we in the EU are ready to move forward, and we hope very much that Kosovo will do the same. Një temë për të cilën të gjithë flasin, por që nuk është aq e preferuar për të përmendur nga politikanët këtu në Kosovë, është Asociacioni i Komunave me Shumicë Serbe. Duhet të bëhet dhe është më mirë të bëhet më herët se sa vonë për të ecur përpara.
Mesazhi im është se ne në Bashkimin Evropian jemi të gatshëm të ecim përpara dhe shpresojmë shumë që dhe Kosova do të bëjë të njëjtën gjë, tha ai. Kosova aplikoi për antarësim në Bashkimin Evropian më 15 tetor të vitit 2022, por kërkesa e saj nuk është qyrtuar ende. Dhe si rjedhoi, ajo është vendi vetëm në Ballkan që ende nuk e ka statusin e vendit kandidat. Ambasadori i Gjermanisë në Kosovë, Jo Rode, kërkon nga Prishtina urgjentisht të formojë institucione dhe se politikanët duhet të vendosin shtetin të parin. Pas dështimit për herë të 22 të konstituimit të kuvendit, Rode në një deklarat për Kosova Press theksoi se kjo situatë është kthyer në një blokadë që po ndikon negativisht në perceptimin e Kosovës nga jashtë. Rode tha se mungesa e institucioneve funksionale jo vetëm që ndikon në proceset e brendshme të vendimarrjes, por gjithashtu pengon Kosovën të përfitojë nga nisma ndërkombëtare siç është plani i rritjes i Bashkimit Evropian. Kryeministri Albin Kurti deklaroi se përkundër situatës politike Kosova vazhdon të ketë një qeveri në detyrë. Pas dështimit të 22 me radhë, ai kujton se kuvendi nuk e konstituon fituesi për të gjitha forcat politike. Kosova ka qeveri në detyrë, unë jam kryeministër në detyrë, ajo që ai mungon Kosovës është kuvendi i ri i Republikës. Kuvendi nuk e konstituon fituesi, por të gjithë. Si fitues të zgjedhjeve me 48 deputet dhe me 9 deputet të pakicave që na janë bashkangjitur, e kemi përgjegjësinë për ta formuar qeverinë. Pra fituesi e ka përgjegjësinë për ta formuar qeverinë, ndërkaq për ta konstituar kuvendin, përgjegjësinë e kanë që të gjithë deputetët. Albin Kurti mes të tjerash ka thënë se edhe çështja e votimit të fshehtë është adresuar në gjykatën kushtetuese, ndërsa uroi për një përgjigje sa më të shpejtë nga gjykata. Po bëjnë gabim që po e pamundsojnë quorumin për votimin e fshehtë. Sidoqoftë, edhe kjo çështje e votimit të fshehtë ndodhet e adresuar tek gjykata kushtetuese dhe shpresoj e uroj për një përgjigje sa më të shpejtë të tyre. Deklarata vjen pas panelit të bujqësisë dhe agrobiznesit në Kosovë, Agrokos dhe Agroturizëm, ndërkaq Kurti nuk ka pranuar të përgjigjet lidhur me kontrollet në 4 lokacione të ndryshme të kryera në kuadër të hetimeve për dhënien me qirat të fabrikës së mbetjeve shtazore. Kryetari i Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës të refuzoi të komentojë deklaratat e fundit të liderit të nismës social-demokrate, Fatmir Limaj, lidhur me një koalicion të mundshëm me lëvizjen vetvendosje. Qoni jeta është e gjatë edhe të gjithë i marrin shihet. I pyetur nga gazetarët rreth këtij zhvillimi politik, Haradinaj e ka quajtur çështjen pa rëndësi. S'kam koment. Policia e Kosovës ushtron kontrolle në zyrat e Ministrisë së Bujqësisë, Agjencisë së Ushqimit dhe Agjencisë për zhvillim të bujqësisë dhe zyrën e një kompanie private. Shkaku bën dyshimet mbi keq përdorimin e kontratës për dhënien me qirat të impjantit të mbetjeve shtazore. Sipas njoftimit zyrtar të prokurorisë, në pyetje është marrë ministri Faton Peci dhe drejtori i Agjencisë së Ushqimit dhe Veterinarisë Bekim Hoxha. Në materialin e shpërndar për mediat thuhet se gjatë kontrollit u sekuestruan kompjutera, telefona si dhe dokumente. Ministri i detyrë i bujqësisë në Kosovë, Faton Peci, reagoi përmes rrjeteve sociale pas marrjes në pyetje nga organi i akuzës. Sipas tij, më shumë se 30.000 fermerë që përfitojnë subvencione dhe grante, më së miri e dinë se në funksion të kujt e ka kryer detyrën zyrtare. Për ministrin Peci, fermerët që përfitojnë në baza vjetore subvencione dhe grante janë dhe dëshmitarat më të vëmendshëm në çdo cep të Kosovës. Radio 7, zëri pozitiv i qytetit. Komisioneri Evropian e për zgjerimin Marta Kos është e mendimit se Shqipëria ka mundësi reale të antarësohet deri në vitin 2030. Në intervistë për televizionin gjerman ajo foli për procesin e zgjerimit të Unionit dhe se për Komisionin Evropian tani ai përbën përparësi. Nëse gjërat vazhdojnë të shkojnë mirë, ne mund të përfundojmë të gjitha negociatat me Malin e Zi deri në fund të vitit 2026 dhe më pas me Shqipërinë në fund të vitit 2027. Kjo do të thotë se ka mundësi realiste që të dy vendet të bëhen antarë tanë të rinj deri në vitin 2030, deklaroi Marta Kos. Ndër të tjera ajo vlerëson dhe propozimin për heqjen e unanimitetit për vendimarrje në pranimin në Bashkimin Evropian të vendeve të reja. Në përfundim të zgjedhjeve parlamentare, Ambasada e Shteteve të Bashkuara të Amerikës në Tiranë uroi Shqipërinë. Në mesazhin e ambasadës thuhet se SBA pret të vazhdojë partneritetin e ngushtë. Urojmë popullin e Shqipërisë për zgjedhjet parlamentare dhe presim të vazhdojmë partneritetin tonë të ngushtë me Shqipërinë, thuhet në postimin e trupit diplomatik amerikan. Shqipëria mbajti zgjedhjet parlamentare në 11 maj, ku doli fituese Partia Socialiste, e cila fitoi mandatin e 4 qeverisës me 83 mandate deputetësh. Kryen më shumë se 50% e punimeve për zgjerimin e autostradës Tiranë-Durrës. Projekti pritet të përfundojë brenda 2 viteve. Zgjerimi do të përfshijë shtimin e 3 korsive hyrëse dhe dalëse. Përmes tyre pritet të ulet trafiku. Gjatë muajve të verës, fluksi arrin nga 90.000 deri në 130.000 automjete në ditë. Ndryshimet parashikojnë që të rritet dhe shpejtësia e lejuar në 130 km/h, ndërsa kufiri aktual është rreth 90 km/h.
Lugina e Vjosës do të shpallet rezervat biosfere. Rekomandimi është dhënë nga UNESCO. Lajmi u konfirmua nga Ministri e Turizmit dhe Mjedisit e Shqipërisë. Mirela Kumbaro e cilësoi këtë si një vlerësim të jashtëzakonshëm ndërkombëtar për natyrën e paprekur dhe përpjekjet e pandërprera në ruajtjen e lumit të fundit të egër në Europë. Vjosa sot nuk është më vetëm lumi, por është modeli i zhvillimit të qëndrueshëm ku natyra frymëzon, shkruan Kumbaro. Ministri i Arsimit dhe Sportit në Shqipëri Gerta Marasteliu kujton maturantëve njohjet me testet model për maturën shtetërore 2025. Në një takim me një grup maturantësh ekselent nga gjimnazet e kryeqytetit, ministri Marasteliu theksoi rëndësinë e përgatitjes dhe garantimin e një procesi të drejtë dhe të rregullt për të gjithë nxënësit maturantë. Nuk ka fare vend për të patur ankth apo për të patur stres, sepse provimet e maturës janë një vlerësim periodik, siç bëhen të gjithë provimet e tjera, për të matur arritjet tuaja. E veçanta e provimit maturës është sepse vlerësimi në maturë ju llogaritet edhe për studimet e mëtejshme në universitet. Ajo premtoi se ardhmja e testimit të maturës do të shkojë drejt digitalizimit. Ne besojmë që e ardhmja e kryerjes së testimit maturës shtetërore të jetë i digitalizuar. Dhe digitalizimi edhe për sa i përket testimeve maturës shtetërore do na ndihmojnë që e para të matim 100% ato arritjet e nxënësve sipas një sistemi i cili është tërësisht digitalizuar dhe online. Bota. Kancelari gjerman paralajmëron vendet e tjera të Bashkimit Evropian të jenë të përgatitura ta mbështesin më gjatë Ukrainën. Fakti që pala ruse nuk është e gatshme të pranojë ndërmjetësimin e Vatikanit tregon se Rusia nuk ka interes për një armë pushim, tha Merz në konferencën për shtyp në prani të kryeministrit finlandez Petteri Orpo. Sipas kancelarit, Rusia po përdor anije cisterna të dëmtuara të naftës për të ruajtur tregtinë e naftës dhe për të financuar luftën kundër Ukrainës. Në Finland, Merz përsëriti se nuk duhet ketë kufizime në rrezën e veprimit për sistemet e armëve të dorëzuara. Kjo është praktikisht e parëndësishme për dërgesat gjermane sepse në shumicën e rasteve ato nuk kanë rrezën e nevojshme për të arritur në territori rus dhe prej kohësh nuk ka pasur kufizime në distancë për raketat franceze dhe britanike të lundrimit. Ndoqët edicionin informativ të lajmeve në Radio 7, zëri pozitiv i qytetit.